Duhet ta dërgoj për një palë analiza të gjakut, të urinës, duhet kontaktoj me mjek, me njerëz specializuar si ju. Unë besoj që çdo prind ka sensin e vet, ka sensorin e vet, domethënë të ndryshimit. E vetmja gjë që nuk duhet bëj është që nuk duhet të mohoj atë që sheh, atë që ndjen, atë që kupton, atë që shikon që është një lëvizje nga normalia. Pra çdo lëvizje nga normalia mund të mos jetë droga, po fëmia mund të jetë nën bullizim, fëmia mund të jetë nën presion, fëmia mund të jetë nën efektin e shumë gjërave. Larg qoftë edhe ne urojmë që mos jetë droga, po mund të jenë çdo gjë tjetër që mund ta çojë fëmijën drejt asaj rruge, drejt varësisë, mund të jetë, nuk e di, çfarë do të gjëje, por prindi e ka sensin për të dalluar fëmijën që po shkon drejt një rruge që është pak e çuditshme. Më të rrezikuar do thosha janë prindit që vetë konsumojnë. Lënd po themi duhanin, alkoolin. Po alkooli është më i dukshëm, është më i kuptuar.